jemi taku me partnerin tonë ekzistues holandes, atëherë kjo ka ndryshuar dhe tregu është zhvendos nga ai lokal dhe rajonal në tregun evropian dhe e gjithë projekti ka psu një ndryshim nga ideja fillestare që ka qenë. Nuk do të përmendja ndonjë sfidë të jashtëzakonshme, megjithatë ekzistonte një frikë se të rinjtë tanë nuk do të jenë në gjendje që shumë shpejt të jenë në nivelin e duhur të përgatitjes profesionale për të shërbyer në këtë kompani dhe kjo ka qenë një prej problemeve ta quaj që mund ballafaqohemi. Megjithatë kjo ka rezultuar në të kundërt, 3 tanë kanë treguar një rezultat të jashtëzakonshëm dhe shumë shpejt janë aftësuar dhe kanë operu me një afat rekord, ta them, në këtë fabrikë. Dhe kjo ka qenë një e mirë.